Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtatë, si fillim ndjekim titujt kryesor. Ngjarje e rënë në Kek, kamioni i kompanisë nënkontraktuar shkel 55 vjeçarin. Punëtori Migjen Sadiku vdes në vendin e punës. Ngjarja ndodhi te termocentrali Kosova B, deklaruan nga sindikata e Kekut. Vrau Marigona Osmani Dardan Krivaqa do të qëndroj për jetë në burg. Kështu vendos Kolegji i Gjykatës Supreme duke shënuar rastin e parë në Kosovë që dikush dënohet me burgim të përjetshëm nga të gjitha shkallët. Vazhdon procesi gjyqësor për vrasjen e Triumf Rizës, ish kolegët e tij ballafaqohen me të akuzuarit për krimin ndaj policit. Në dëshminë e Besnik Hasanit nuk mungojnë dramat mes Ilir e Rahim Abdullahut, gjithsa tregon se si organizoi grupi i Enver Sekiraqës. U gjetën në varreza masive në Bishtazhin sot u rivarosën 3 viktimat nga masakra e Kralanit. Për Masardushjen, Fadil Elezajn e Baligashin mbahet akademi përkujtimore. Familjarët rrëfejnë kujtimet me ta e Komisioni Qeveritar për të zhdukurit thotë se angazhimi vazhdon. Nisma Socialdemokrate propozon Fatmir Limajn për president të Kosovës, sonte kur t'i takon Abdi Gjikun e Hamzën për këtë temë. Partia e tij nuk ka propozim, gjërsa Donika Gërballa nuk deklarohet kur pyetet rreth përkrahjes ndaj Vjosa Osmanit. Fokusin për sonte e fillojmë me fshatin Zajm. Atje ku pas 27 viteve nga sot do të pushojnë trupat e 3 viktimave nga masakra e Kralanit që ndodhi në mars të 99-s. Për Fadil Elezajn, Masardushin e Baligashin u mbajt akademi përkujtimore, e më pas me nderime u rivarosën në përcjelljen e FSK-s. As policia, as qytetarët e as familjarët nuk mungojnë në nderimin e 3 martirëve pranë arkivojve të tyre. Trupat e Masardushit, Fadil Elezajt e Baligashit, pas 27 viteve u identifikuan pasi u gjetën në varrezat masive në Bishtazhin, të cilët u vranë mizorish nga forcat serbe në masakrën e Kralanit në mars të 1999-s. Një ditë pas identifikimit të tyre përmes analizës shkencore të ADN-s, u mbajtën homazhet dhe akademia përkujtimore nën patronazhin e komunës së Ktinës. Nderimet u bën duke intonuar edhe himnin kombëtar e atë shtetror. E pranishme në këtë akademi ishte edhe deputetja e DDK-s Hykmete Bajrami. Me gjatë në sy, ajo kujtoi mikun e saj Baligashin. Kur zgjova në mëngjes mendova një gjë. Me Baligashin kam qenë studime gjatë viteve të 90-ta. Merreni me mend që 27 vite presin për zbardhjen e fatit të me të dashurve të tyre. Kërkoj falje shumë për emocionin. Kurse kryetari i komunës së Ktinës Zenon Elezaj vuri në thelb pasojat nga masakrat e kryera në Kosovë. Masakra e Kralanit, e Poterçit, Pastaselit, Izbicës dhe shumë të tjera anë kënd Kosovës mbeten plagë të hapura në ndërgjegjen tonë kombëtare. Ato janë dëshmi e krimeve njerëzore të kryera nga barbarët serb ndaj popullit tonë, përpjekje për të zhdukur jo vetëm një jetë njerëzish, por edhe gjurmët e së vërtetës. Në anën tjetër nga Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur, thanë se vazhdimisht po përpiqen në gjetjen e fatit të zhdukurve. Është një moment i rëndë, por edhe i domosdoshme për të vërtetën dhe dinjitetin. Sakrifica e tyre është pjesë e historisë sonë dhe themel i lirisë që sot e gëzojmë. Nën përcjelljen e vazhdueshme të forcës së sigurisë së Kosovës, trupat e tyre u nisën drejt varrezave të dëshmorëve në fshatin Zajm. Aty ku në mesin e shumë qytetarëve do të bëhej edhe rivarrimi. Flamuri Kuqeze, i vendosur mbi arkivore, i u dha familjarëve nga ushtarët e FSK-s. Anët e Republikës së Kosovës ju falenderojmë për kontributin e familjarit. Të ruani me nder dhe krenari. Me këtë rast pas 27 viteve, në mënyrë të denjë e me nderime ushtarake, u bë edhe rivarrimi i martirëve, Masardushi, Fadil Elezajt dhe Baligashit. Kjo ditë ishte e rëndë, veçmas për familjarët të cilët edhe pas krejt këtyre dekadave ruajnë kujtimet nga më të dashurit e tyre që u vranë në luftë. Kësaj ditari i Baligashit gjendet akoma mes tyre. E brenda tij fshihet shpresa që ai e kishte për Kosovën e lirë.
Pritjes 27 vjeçare i erdhi fundi. Që nga viti 1999, familjet Dushi, Gashi dhe Edezi nën ethe pritën gjetjen e familjarëve të zhdukur në masakrën e Kralanit. Në atë botë, Florita Gashi ishte vetëm 9 vjeçare kur babai i saj dhe xhaxhau Balio u detyruan të ndahen prej kolonës me njerëz nga forcat serbe në Kralan të Gjakovës. Gashi kujton se aty ishte momenti i fundit, kur pa babain që ishte vetëm 33 vjeç, e xhaxhain e saj 22 vjeçar. Mbetjet e të atit i u gjetën në vitin 2006 e 20 vite pas ato të xhaxhait. Më kujtohet një moment kur isha duke mbajt babin për dore, në momentin kur fillun me na nda forcat paramilitare serbe, edhe në kolona që ishim, dhe në atë moment e di që më shty babi shumë ashpër nga unë, edhe aty ka qenë momenti i fundit që unë e kam pa gjallë, po paralelisht kam qenë duke bërtit agja, sepse me agjën kam qenë e lidhur shumë. Ditari me rrëfime është një nga kujtimet që ka kjo familje nga Badi Gashi. Ka pas edhe një ditar, një ndër gjërat e tij të vlefshme që ne sot i ruajmë me shumë dashuri dhe për kushtim, sepse dëshirojmë t'i trashëgojmë edhe të gjeneratat të tjera të familjes tonë, që ta përshojmë mesazhin e tij, t'i përshojmë ato fjalë që ai ka shkruar. Në mesin e tyre ka qenë një pyetje që e ka bërë, thotë, lufta do të mbaroj në 2000-ën, por a do të jem unë gjallë? Dëshira për liri nuk i ushua në asnjë moment. Gjithashtu dhe agja si student, në lëvizje të ndryshme studentore, po dhe më herët në lëvizje të ndryshme, atëherë të themeluara në Klin, ka qenë mjaft aktiv, edhe të studioj drejtësi nuk ka qenë veç e paqëllimshme. Vitin e kaluar u varrosën 8 viktima të masakrës të Kralanit, që u zhdukën me dhunë nga 4 prilli i 1999. Në atë masakër u vranë 87 civil shqiptar. Flasim tani për një ngjarje tragjike që ndodhi sot. Një 55 vjeçar ka vdekur gjersa po punonte në Korporatën Energjetike të Kosovës. Migjen Sadiku nuk arriti t'ju mbjetoj lëndimeve, pasi u godit nga kamioni i kompanisë nënkontraktuar nga ndërmarrja publike. Kamioni i kompanisë nënkontraktuar u bë shkaktari i vdekjes së tij. Të premten 55 vjeçari Migjen Sadiku humbi jetën pasi u përfshi në një incident pikërisht në vendin e tij të punës. Brenda ambienteve të Termocentralit Kosova B në Obiliq, ai u shkel për vdekje nga vozitësi i cili po e kthente automjetin prapa. Si pasojë e kësaj, ai ka psuar lëndime të rënda trupore dhe pavarësisht ndihmës së menjëhershme mjekësore nuk arriti të shpëtojë. E këtë lajm e bën të ditur vetë Korporata Energjetike e Kosovës. Në vendngjarje me njëherë kanë dalur zyrtarët e Kekut, policia e Kosovës dhe ekipet mjekësore, të cilët kanë konfirmuar se viktima ka ndërruar jetë. Autoritetet përkatëse janë duke trajtuar rastin në përputhje me procedurat ligjore. Të rënditur mbeten edhe nga sindikata e re e Kekut, që shpresojnë se rastet e tilla nuk do i përsëriten më. Kolega jon ka qenë punëtor i sigurisë fizike, këtu në pranë Termocentralit Kosova B. Ne si sindikat shprehim ngushëllime familjes të ndjerit, gjithë kolegëve dhe gjithë atyre që kanë njohur të ndjerin. Ne lutemi që këto incidente të mos ndodhen, mirë po ja që ka ndodhur, ne jemi të shqetësuar, sinqerisht ju them, sepse kemi humbur një koleg, kemi humbur një bashkëpunëtor tonin. Deri më tani nuk ka informata lidhur me procedurat ligjore që do i nënshtrohet vozitësi i kamionit. E për vdekjen e Marigona Osmanit u vërtetua se është fajtor Dardan Krivaqa, i cili për krimin makabër që kreu ndaj saj do të qëndrojë në burgim të përjetshëm. Këtë e konfirmoi Gjykata Supreme sot, duke u bërë rasti i parë në historinë e re të Kosovës që një vendim i tillë të konfirmohet në të gjitha shkallët e drejtësisë. Dardan Krivaqa është bërë njeriu i parë i dënuar me burgim të përjetshëm në historinë e re të Kosovës, të konfirmuar përfundimisht nga të gjitha shkallët e gjykatave në vend. Të premten, një kolegj gjyqësor i Gjykatës Supreme e ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Krivaqës, të shpallur fajtor për vrasjen makabre të 18 vjeçares Marigona Osmani.
Kolegji është përbër nga gjyqtarët Afrem Shala, Valdete Daka dhe Burem Ademi. Me verdiktin e publikuar, kolegji gjyqësor ka vlerësuar se dënimi me burgim të përjetshëm është në përputhje me ligjin dhe me rrethanat e çështjes. Kolegji gjyqësor vlerëson se gjykatat me të ulta kanë analizuar në mënyrë të detajuar të gjitha provat administruara gjatë shërtimit gjyqësor, përfshirë dëshmit, raportet e ekspertizave dhe provat materiale, duke përfshirë dhe videoincizimet administruara nga banesa ku kanë qëndruar i akuzuarit dhe viktima. Nga këto prova është konstatuar se viktima M.U. ka qenë në gjendje të rënduar fizike gjatë periudhës kritike dhe se lëndimet e saj janë shkaktuar si rezultati veprimeve të dhënshme të akuzuarit. I njëjti kolegji Gjykatës Supreme ka vlerësuar raportin e autopsisë dhe deklarimet e ekspertëve mjekoligjor. Kolegji gjyqësor i Gjykatës Supreme ka vlerësuar raportin e autopsisë dhe deklarimet e ekspertëve mjekoligjor, sipas të cilëve vdekja viktimës ka ardhur si pasojë e lëndimeve të shumëfishta trupore, të shkaktuara nga goditja me mjet të fortë. Ndaj është konstatuar se viktima ka përjetuar dhimbje të rënda fizike gjatë kohës kur janë shkaktuar lëndimet, gjë që mbështet kualifikimin juridik të veprës si vrasje e kryer në mënyrë mizore. Me vendimin janë të kënaqur pjesërisht familja e të ndjerës Marigona Osmani. Avokati mbrojtës i tyre thotë se edhe i akuzuari i dytë Arber Sejdiu e meritonte dënimin e njëjtë. Normalisht që familja nuk janë shumë të kënaqur me vendimin, atë që e kanë potencuar nga fillimi, për shkak se edhe personi i akuzuari i dytë, tashmë i dënuari, ka marrë një burgim që ata e quajnë qesharak, vetëm 15 vite, duke i parë videogjerimet, duke e parë gjitha veprat që i kanë involvu të akuzuarin e dytë në vepër. Krivaqa e vrau 18 vjeçaren Marigona Osmanin më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e tij në qytetin e Ferizajt. Për një vrasje tjetër, atë polici Triumf Friza po vazhdon procesi gjyqësor. E sot për herë të parë në seancë u ballafaquan ish kolegët e të ndjerit me dy të akuzuarit Ilir dhe Rahim Abdullahu. Atësa zgjati dëshmia e ish policit Besnik Hasani, nuk munguan dramat me të ashtu quajturit Liza Erumqi. Dy ish kolegët e Triumf Frizës u ballafaquan për herë të parë në gjykat me dy prej atyre që akuzohen për vrasjen e policit. I pari ndërta që dëshmojnë në gjykat këtë premte kundër Ilir e Rahim Abdullahut ishte ish pjesëtar i njësisë speciale FIT. Besnik Hasani në fjalët e para para trupit gjykues foli për raportin që ka pasur me Triumf Frizën. Triumfin e kom pas kolegë të mirë, edhe kolegë edhe shok. Jam punë shumë i afërt me ta. Më njoh shumë mirë. Më kujtohet dita kur vram, kujtohet para vrasjes. Krejt që ka pas lidhje me bandat kriminale të Universi Kiraqës së di me detaje. Ky epitet i fundit nuk i pëlqeu avokatit e Ilir Abdullahut, i cili kërkoi ndërhyrje nga kryetari i trupit gjykues. Me bandat kriminale të Universi Kiraqës. Unë ministër se një tham, as polic, as gjyqtar, as kur gjë, për mua. Veç koncentrohen. Po në rregull, po veç dume folë ata çka e di dhe çka. Ish polici speciale quajti Ilir Abdullahun si krah të djallë të Universi Kiraqës, që kishte detyra të veçanta për vrasjen e kolegut të tij. Këto dy e kanë bërë për qëllën e Triumfit. Triumfi ka pas probleme para vrasjes me këta. Zbashku me kriminalin e Universi Kiraqës. Po, vëllai mos më lut gjyqtar se s'ka shumë më lut sa i kriminal me letra. Unë s'li tham dëshmi. Po dëshmia më dhan dëshmia që shenjone, apo vetë shenja si polic. Së bashku me dëshmi po. Fakti që Triumf Friza u vroi në mesditë, ish kolegu i tij thotë se ka qenë një mesazh për ta. 30 gusht. Mesditë. Kjo kono një mesazh për mi kallëzu të tjerëve, policëve, që kush do që mirët me neve, kam një ndosë se këta kanë mujtë me bëllë natën atakt, por në pikë ditës e kanë bëvrashin, për mi frigu policët e tjerët kush do që mirët me bondat e Universi Kiraqës. Ish polici Kosovës thotë se të akuzuarit për vrasjen e Triumf Frizës i kanë njohur edhe para rastit tragjik. Universi Kiraqën e kum po kështu që shukon e kum po live, këna arrestu një për dhënim. Besnik Hasani tregoi se pse e vuan dënimin që 19 vite në burg. Unë jam i dënuar për që kom shtili bume me kolegët e me në lokalin e Universi Kiraqës. Kena shkuna, qata, kena bo një akt, s'po tham që kena bot mirë, arsyeja pse kena shkuna u thonë për hakmarrje, zotni gjyqtar. Në këtë moment, prapa shpinës i përshpëritje akuzuari Rahim Abdullahu e ky veprim nxiti reagimin e dëshmitarit.
Mos fol. Të rekja vrejtëm këti këtë volëm. Qështu? Jo, më mështëm t'i vlat dhe veshë, si ti. Pas avokatit, fjala e dhënë të akuzuarit Ilir Abdullahut. Ilir Abdullahi, njohur me Nufkën Lizo, arrestuar me 16 korrik të 2023-s, pasi për 16 vite kërkoi se i dyshuar për vrasjen e Triumfrizës. Gjykimi i dytë ndaj ish presidentit Hashim Thaçi ka filluar sot në Hag. Ky bashkë me Isni Kilajn, Bashkim Smakajn, Fadil Fazliun e Hajredin Kuqin u deklaruan të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta kundër administrimit të drejtësisë. 9 ditë pas paraqitjes përfundimtare në rastin e parë, Hashim Thaçi doli sërish para gjykatës në Hag. Në fillim të seancës u tha që palët janë dakorduar që të mos lexohet aktakuza në tërësi, por vetëm një përmbledhje saj. Për rrjedhoi, prokuroria tregoi se aktakuza tyre e ngarkon Thaçi me 11 pika ku pretendohet se ka kryer vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Në lidhje me këtë aktakuzë u pyet fillimisht Hashim Thaçi se a e kupton. Zoti Thaçi, a e kuptoni aktakuzën e ngritur kundër jush? Thank you. Faleminderit, zoti Thaçi. Tani gjyqtare pyet ish presidentin e Kosovës ai qëndron prapa deklarimit të dhënë mbi fajsin. A konfirmoni pafajsin tuaj, zoti Thaçi? Thank you, Mr. Thaçi. Faleminderit, zoti Thaçi, mund të uleni. Pas Thaçit radhën për deklarim me pati ish kryeshefi OKI-s Bashkim Smakaj. On 6 January, you Më 6 janar, ju u deklaruat jo fajtor për gjitha pikat e aktakuzës. A e konfirmoni këtë qëndrim tuaj për gjitha aktakuzat e ngritura ndaj ju? Deklarim identik të njëjtë dha dhe Isni Kilaj. A e konfirmoni këtë deklarim jo fajtor, zoti Kilaj? Thank you, Mr. Kilaj. Faleminderit, zoti Kilaj, mund të uleni. I treti që u deklaruai pafajshëm ishte Fadil Fazliu. A e konfirmoni këtë gjë edhe sot për akuzat ndaj jush, zoti Fazliu? Si pafajshëm. I fundit nga ta që u deklarua jo fajtor ishte Hajredin Kuqi. A e konfirmoni ato çfarë keni thënë në dhjetor? A e konfirmoni që nuk jeni fajtor për të gjitha pikat e ngritura ndaj jush? Thank you very much. You may be seated. Shumë mirë, mund të uleni. Në fund, zyra prokurorit të specializuar njoftoi se synon që me 13 mars të përfundoj çështjen e saj në rastin e Thaçit kundër administrimit të drejtësisë. Kush do të jetë udhëheqësi i shtetit të Kosovës për 5 vite nuk dihet akoma. Mirëpo tashmë janë zbuluar disa nga emrat që ja kanë mësyrë kësaj pozite. Mes tyre sot, nisma socialdemokrate propozoi Fatmir Limajn si kandidat. E për këtë temë pritet të diskutojnë sonte Kurti bashkë me 2 liderët opozitar. A keni takuar me presidentën këtë ditë? Po. Takimet e presidentës po vazhdojnë edhe me deputetët që vinë nga komunitetet Pakic. Por shefja e shtetit Vjosa Osmani nuk po e gjen mbështetjen edhe tek ish bashkëpartiakja e saj, Donika Gërvalla. A ki qëndrim për postën e presidentes? Jam duke shkuar në zyrë, faleminderit shumë. Vjosa Osmani edhe për një mandat. A i një provozojnë Osmani edhe për një mandat? Madje edhe vetëvendosja po thotë se nuk ka emër për president, duke aluduar se nuk e kandidojnë aktualen. E përveç Osmanit dhe profesorit Arsim Bajramit që u vetë ofrua një ditë më parë, të premten erdhi edhe një propozim i ri nga nisma socialdemokrate. Fatmir Limaj personi më adekuat për president të Kosovës. Figura e tij lidhet si me periudhën e luftës, ashtu edhe me fazën e ndërtimit dhe konsolidimit institucional të Kosovës, duke qenë pjesë aktive e të gjitha zhvillimeve politike në Kosovë. Andaj ftoi pozitë dhe opozitë që të zgjedhin për president të Kosovës njeriu unifikues, i dëshmuar në çdo etapë të zhvillimeve politike në Kosovë. Nuk dihet nëse këta 3 emra do përmenden, por sipas burimeve të shtatë, Kurti do takohet gjatë mbrëmjes me Abdigjikun e Hamzën pikërisht për këtë temë. E në rast se 3 liderët nuk gjejnë konsenzus në këto 4 ditë të mbetura, sipas KDI-s ekziston një rrugë për shmangjen e zgjedhjeve. Gjykata e ka sqaruar që mund të ketë pauza ose ndërprerje të votimit mes raundave. Dhe kjo bëhet zakonisht me kërkesë të kryetarit të Kuvendit ose me kërkesë të deputetëve. Dhe ne nuk është e ndalueshme,
dhe nuk është e kundërlishme, as jo kushtetuese, fakti nëse do të kemi ndërprerje të procedurave mes të votimeve. Dhe kjo mund të ndodhë sepse deputetët mund të lëvizin dhe mund të bie kurumi i mjaftueshëm dhe mund mos ketë kurum mes të votimeve të kështu. Deri më tani subjektet politike nuk kanë treguar se kur do thirret seanca për votimin e presidentit apo presidentes. Në pritje të përgjigjes nga partitë e tjera, kryetari i Prishtinës Muharrem Rama akoma nuk e ka formuar kabinetin me cilin do të qeverisë kryeqytetin. Sidoqoftë, sot në seancën e parë të kuvendit u mësuan disa prej emrave të drejtorëve të rinj. Disa u emëruan të rinj e të tjerët mbetën të njëjtit. Në seancën e rregullt të parën e kuvendit të Prishtinës, emrat e disa drejtorëve ndryshuan, ndonse para saj s'pati asnjë njoftim që do formohet kabineti i ri. Para se të nisi pari tyre Muharrem Rama u kujdes që t'i përshëndet një nga një, madje edhe atë që dikur e pati rivale. Me 8 pika të rendit të ditës nisi seanca e parë, Rama pati një propozim. Sot po paraqesim këtu edhe një propozim që ka të bëjë me investim në kapacitetin afatgjatë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit tonë, pra programin e bursave Qevenin, i cili tashmë mbështetet çdo vit prej 6 deri në 10 bursa nga shtetet nga United Kingdom, nga Mbretëria e Bashkuar. Këtu pati kundërshtim nga shefi grupit të asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje. Gzim Sveqla tha se s'pati njoftim për drejtorët e rinj që po shehen në sallë. Prishtina është e bllokuar, gjithë e dim. Prishtina ka ngecë. Ne po shohim fytyra të reja në anën e ekzekutivit tani. Po para disa minutave hynën në faqen zyrtare të Prishtinës, nuk ka asnjë publikim për asnjë emërim të drejtorëve. Pikërisht për këtë temë Rama dha detaje në pauzën e seancës. Unë po them që jemi në vazhdën e marrëveshjeve, diskutimeve me të gjitha partitë, edhe si rezultat po them ne po vazhdojmë, puna vazhdon në kryeqytet. Të gjithë dekasterat janë në punim, e sipër, pra nuk është kjo një qeverisje e cila është e re, është një qeverisje që është në vazhdimsi prej 4 vjeçarit të përparshëm. Seanca vazhdoi tutje ku një pikë e rendit të ditës përplasi PDK-n e LVV-n. Prandaj unë kërkoj nga PDK-ja që hera tjera në çfarë do takimi ku janë subjektet ta dërgoj dikon me kompetencë dhe që ka guxim dhe ka autoritet me marrë vendime. Jo me ndryshu fjalë pa kalu 24 orë. Këtu pati një kundërpërgjigje nga Granit Geci i PDK-s. Propozimet na i dham, se cili e propozimet e veta. Çdo vendim që del nga ky kuvend spori e ka lënë filtrin e ligjshmërisë në Ministrinë e Linjës dhe Ministria e Linjës i kthen pastaj në seancën e radhës krejt ato feedbackat që i ka. Ndërkohë, Donat Gashi, Driton Bardheci, Gent Begolli dhe Rezarta Aliu janë 4 emrat e drejtorëve të rinj të kabinetit të Ramës në mandatin e dytë. Ne mbështesim. Flasim tani për një kategori të shoqërisë e cila është mjaft e rrezikuar në punë. Sipas Institutit për Hulumtime dhe të Drejtat e Njeriut, 80% e minatorëve nuk janë të sigurt në vendin e punës, ndërsa 58% janë të diagnostikuar me sëmundje. 80% e minatorëve janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj rreziqeve serioze në punë. 58% e tyre në Kosovë veç se janë diagnostifikuar me sëmundje gjatë viteve të fundit. Këto të dhëna kanë dalur nga hulumtimi i Institutit për Hulumtime dhe të Drejtat e Njeriut, i cili u bë me qëllim të përmirësimit të jetës dhe shëndetit të minatorëve. Ky hulumtim është vetëm një nismë e vogël, hapi radhës dhe hapi konkret që ne synojmë të arrijmë në tutje në këtë çështje është iniciimi i ndryshimeve ligjore, si dhe krijimi i listës së sëmundjeve profesionale, e cila do të kontribuante në përmirësimin e jetës, shëndetit dhe punës të minatorëve. Duke i parë gjetjet e hulumtimit, Ministri për Punë, Andin Hoti, tha se do të ketë mbështetje për pensionim të parakohshëm sipas legjislacionit në fuqi. Ne do të forcojmë mekanizmat e monitorimit dhe inspektimit si ministri, me qëllim të garantimit të standardeve sa më të larta të sigurisë dhe mbrojtjes në punë. Njëkohësisht përmes skemave të financuara nga shteti, ne do të vazhdojmë të sigurojmë realizimin e të drejtës për pension të parakohshëm për punonësit dhe ndërmarrjes trepça, të cilët përmbushin kriteret e legjislacionit fuqi.
Ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Westerlund, theksoi se njohja smundjeve profesionale është çështje e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe forcimit të besimit në institucione. Mësimi është i thjeshtë. Kur institucionet njohin sëmundjet profesionale, ato mbrojnë shëndetin e punëtorëve. Kur shëndeti mbrohet, të drejtat e njeriut forcohen dhe kur të drejtat forcohen, rritet besimi në institucione. Suedia vazhdon të mbrojtë të drejtat e njeriut globalisht, përfshirë të drejtat për kushte pune të sigurta dhe të shëndetshme. Siguria në punë nuk është vetëm teknike apo mjekësore, ka të bëjë me drejtësi, respekt dhe parimin e thjeshtë që askush nuk duhet të paguajë punën e ditës me shëndetin e tij. Gjetjet kanë treguar edhe për temperatura ekstreme, ku në zonat jugore të Minjirës është arritur 40 deri në 45 gradë Celsius. Në hulumtim janë marrë në pyetje minatorët me përvojë 10 vjeçare. E këtu po i përfundojmë lajmet për sonte, mirëmbëjtje.